Tjetër, selam aleikum hoxh, cili duhet të jetë efekti i mezhliseve të diturisë tek besimtari. A është që njeriu të largohet prej tyre me iman dhe dije më të shtuar se sa kishte kur erdhi. Apo mjafton që pas derisa të themi shumë mirë na knoqi hoxha dhe pastaj të vazhdojmë me shaka e biseda të zakonshme pa ndonjë ndikim të dukshëm në sjellje dhe vepra. Allahu shpëton. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në vëtë ishim se e para është ma mirë. Me shkuve me një mejlis edhe me ndëgjua dhe me mësu për i sajna është ma mirë. Po edhe kërë që nëse s'ke mësu apet është hajrë. Edhe nëse hiqi që që nisen është hajrë për shkak të hadithit të starë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thonë i në falë të gjithë. Po njone që se ka pos asnit të gjithë për shkak se ullë me njerëzit e mirë dhe kur kemi folë për shoqërimin me njerëz të mirë, kemi përmenë se një prej dobive që është shoqërimi me njerëz të mirë, është që edhe nëse s'ke kuptuar, sikur kanë kuptuar ata, i të falen gjinohet edhe ki dobi veç se je ullë me ta dhe kenet me ta. Dhe ata thejme se është më mirë, nuk ka diskutim që me mësu edhe atë ditërimi atë të tjerve, po edhe nëse kur që s'ke mësu është ka veç dhejë, dhe përmen fundojnë akmonë që i urgja më shata se di veç mirë, ndash, qështu, veç me marrë pjesë në vendet të cilat mësohet fjala Allah dhe fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam.